Me një certifikat mirënjohje me motivacionin për mbështetjen e rinisë së Vranishjote dhe të Vranishtit, shoqata detare kulturore Vranishti ka vlerësuar kryetarin e Bashkisë së Imarës Vangel Tavo, duke i akorduar titullin Mik i Vranishtit. Vlerësimi është dhënë kryebashkiaku Tavo edhe si njeri që mbajti fjalën e dhënë për ndërtimin e sheshit të fshatit dhe rehabilitimin e rrugës së Vranishtit. Motivacioni i certifikatës u lexua nga kryetari i shoqatës Vranishti, Simbol Pazaj, ndërsa certifikata ju dorëzua nën kryetarit të Bashkisë së Imarës, Thimio Gjinuci. Certifikat mirënjohje, Mik i Vranishtit, i jepet kryetarit të Bashkisë së Imarë, zotit Vangel Tavo, me motivacionin për krahas i rinisë Vranishjote dhe gjithë Vranishtit, për ta kthyer atë në një fshat me parametra bashkëkohor. Kryetari Simbol Pazaj, sekretari Lenie Xhepa. Në pamundësi të kryetarit, duke ditur muaj gusht është muaj festash, muaj ngarkesash, nën kryetari i Bashkisë vjen që të marrë certifikatin. Në aktivitet ka përshëndetur edhe kryetaria e Njësisë Administrative Or Vranisht, Elena Memushaj, duke falenderuar në emër të kryetarit të Bashkisë Vangel Tavo edhe për vlerësimin e dhënë. Përshëndetje Vranishti, jam shumë e emocionuar që sot këtu në Vranisht qendra e tij, qendra e fshatit, gumzhin nga zërat e fëmijëve, nga të rinjt, nga të rejat, nga mosha e tretë, dhe ndihem krenare që jemi mbledhur këtu për të festuar takimin e brezave, për të kthyer tek rënjët, për të festuar dhe për të gëzuar me njëri tjetrin. Tek po vija në hyrje të fshatit tani në Erësirë, duke i fshati si një qytet i vogël. Kjo fal investimeve të bashkisë dhe investimet të tjera na presin në vazhdim. Në emër të kryetarit të bashkisë, në pamundësi për të ardhur vetë, ju përcjell urimet e tij. Gëzuar dhe festa e paqim gjithmonë. Faleminderit. Më pas me certifikata mirënjohje nga shoqata Vranishti, u nderuan edhe disa personalitete të tjera, të cilët ndër vite kanë dhënë kontributin e tyre për fshatin dhe komunitetin vranishjot. Certifikat nderi jepet zonjës Hajdine Micaj me motivacionin për kontributin e saj të çmuar për pushtimin jetësor në arsimin e edukimin e brezave të tërë në Vranisht, duke mbjellë me dinjitet, dashuri, dijen, vlerat më të mira njerëzore. Për shembullin e saj të lartë si një prind i përkushtuar, bashkëtarë me vlera që gëzon respektin, mirënjohjen e thellë të gjithë komunitetit Vranishtit. Gjithë brezit të ri, suksese dhe sa përpara. Certifikat nderi i jepet zotit Sadik Shytaj me motivacionin për përkushtimin e tij të palodhur si antar themelues i shoqatës Vranishti, që nga hapat e para të saj, duke dhënë një kontribut të paqmueshëm në mbarvajtjen dhe zhvillimin e saj, për disiplinën, integritetin dhe dinjitetin e lartë të treguar si ushtarak në shërbim të adeut, si dhe për shembullin e tij si një shok i çmuar e antar me vlera të larta njerëzore e qytetare. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Vranishti im. Unë jam Sadik Shytaj, lindur dhe rritur në Kanin të Vlorës. Gjyshi im ka origjinën këtej, po edhe unë jam nga Vranishti dhe origjina është kryesorja. Unë ju përshëndes, ju uroj, do të bëj sa ç'mund, siç kam vepruar deri tani. Certifikat nderi i jepet zonjës Butie Tahire, motivacioni për kontributin e saj të dalluar si një grua me shpirt të lartë punë e sakrificë, që përballoi me dinjitet e qëndrueshmëri çdo vështirësi të kohës, për përkushtimin e saj të pakufishëm si nënë e bashkëshorte në vatën familjare, si dhe për shembullin e çmuar të gruas vranishjote që ruan e përcjell vlerat më të mira të punës, fisnikërisë dhe traditës. Kryetari Simbol Pazaj, sekretarja Lenie Xhepa. Faleminderit, mi brëma Vranishti, mi mrekullueshëm. Ndihem shumë emocionuar dhe falenderoj nga zemra mirënjohje për këtë simbol kaq të merituar të gjyshësime. Certifikat falënderimi, mirënjohje, i jepet zotit Shoqëri Aliaj. Motivacioni për kontributin e paqmueshëm si arsimtar i përkushtuar në edukimin e brezave në Vranisht, për përkushtimin e tij në ruajtjen e traditave si pjesë disa vjeçare e grupit të Vranishtit, një baba shembullor dhe mik i palodhur që me fisnikëri e vlerat larta njerëzore la një gjurmë të pashlyeshme
në zemrat e bashkëfshatarëve.